sot në studio, miq dashur, do të flasim tani për një temë e cila është shumë interesante, një temë e veçantë se nuk trajtohet shpesh. Do të flasim për një produkt që na shijon të gjithëve, që të gjithë e pëlqejmë, që ndonjëherë mamat apo baballarët i ndalojnë fëmijët duke pretenduar se jo mos ha kullore se të bëhen grykët, po tani që është verë, nuk është se i pyesin shumë, përderisa kudo që kalojnë nëpër rrugë, ata shohin që janë të ekspozuara ato tasat kaq të shishëm të akulloreve. Do të flasim për akulloret, do të flasim për trendet e reja të shijeve për 2015 me një shef kuzhine të ftuar në studio. Ai është zoti Klodian Gurra, profesor në Institutin Kulinar Albania Professional në Ranzi. Mirë se ke ardhur. Faleminderit ka si për mua. Faleminderit, mirë se gjella. Që të kam këtu. Dhe do të flasim për një produkt kaq të shishëm sa që unë thash, por që ne duhet të respektojmë edhe masën e konsumit akullores në një ditë caktuar, apo jo, Klod? Po patjetër. Akulloria në pjesën e beharit është një nga ëmbëlsira që preferohet më shumë nga të gjithë dhe nuk është se të bën shumë dëm ta hash akulloren në kushtet e këtyre temperaturave të larta që ne kemi tani. Akulloren ta konsumojmë aq sa neve na e mban organizmi, s'është problem. Dhe ishte e mirë edhe si një vakt ndërmjet, për të marrë gjithë ato kaloritë që da duhen, kështu që të shohim fillimisht një material, një insert historiku akullores, si ka lindur, edhe sa mirë që e kanë shpikur, kush ka qenë ai. E shohim bashkë, i kthehemi pas pak në studio për të vijuar me bisedën. E ëmbla e akullt, akulloria, është një nga ushqimet më të preferuara në botë. Rreth zbulimit të recetës së akullores artizanale, qarkullojnë shumë histori, disa të vërteta e disa thjesht fantazi. Dëshira për të shijuar një akullore të mirë thuhet se daton të paktën 3000 vite më parë. Një nga dokumentat ku akulloria përmendet fillimisht na çon tek një poet grek i vitit 500 në Athinë. Grekëve ju pëlqente të përgatisnin pijet e tyre freskuese me pak limon, mjalt, lëng shege, dobor ose akull. Fillimisht, jo gjithkush kishte fatin ta provonte, pasi kjo kërkonte një vështirësi të madhe, si përgjetjen e akullit e më pas konservimin e tij. Nëse do të kalonim në Arabi, do të zbulonim se çdo pije shumë e ftohtë me akull emërtohej shërbet, që sot njihet në shumë vende të botës si sorbeto. Ndërkohë që akulloria me bazë kremin e qumshtit mendohet të jetë zbuluar rreth vitit 1565 në Firenze për merit të arkitektit Bernardo Buontalenti, i cili realizoi një sorbeto gati akullore duke përdorur limon, sheqer, të bardhat e vezës dhe qumshtin. Më pas në Francë në vitin 1686 ishte sipërmarrësi Francesco Procopio që inauguroi në Paris Kafe Procop, ku shërbehej akullore sorbeto me fruta, sheqer dhe akull. Procop funksionon edhe sot, e njihet si një nga restorantët tradicional më të famshëm në Paris. Një hap tjetër i rëndësishëm për zhvillimin e prodhimit të akullores erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1846, duke krijuar makinerinë e parë me një kovë me akull e krip, e brenda saj vendosur një cilindër metalik që rrotullonte masën nëpërmjet një leve manuale. 2 vjet më pas, leva u zëvendësua me një motor i cili mundësonte një ftoje më kompakte të masës. Tashmë, në shekullin e 21, akulloria vazhdon të jetë një nga ëmbëlsirat freskuese që nuk njeh mostin, e sigurisht ka ndryshuar formë me shumë shije. Në Europë, çdo person konsumon rreth 6 litra akullore në vit, në Zelandën e Re 27 litra dhe në Amerikë 22. Sot në Dubai, shitet akulloria më e shtrenjtë në botë. Ajo quhet diamanti i zi, e përbëhet nga shafrani, thluskat e vogla të arit prej 23 karatësh, tartufi italian dhe kushton plot $1000. Ishte gazetarja Iva Kalemi, e cila me këto pamje që kishte gjetur, o zot, çfarë na ka bërë ne që ishim këtu në studio. Mua zonjave, Klodit jos është mësuar me akullore, kështu. Mirë, Klod, cilat janë trendet në shije për 2015-ën të akulloreve? Më thënë që do të kemi një rikthim pas në kohë, apo jo? Po patjetër, kompanitë që ne operojmë, që na sjellin shijet e reja nga Italia, për ne na kthen në nostalgjinë shije, kanë krijuar një shije vanilje të bardhë, që kjo shije
para viteve 90 këtu të ne ishte e vetme shija akullore që u pëlqente nga të gjithë. Ajo tani ka ardhur si risi për ne. Gjithashtu kemi edhe shijen e karamelit të kripur, që na kujton shijen e karamele zanave të famshme. Karameli kripur, edhe kjo shije shumë e kërkuar në treg. Ka hyrë, domethënë, e kanë provuar njerëzit dhe pafundësisht e kërkojnë. Gjithashtu kemi shije të ndryshme frutash, që i përgatisim me qumësh dhe jo ujë, dhe kjo vjen në formën e një sorbeto, normalisht është më e freskët sepse nuk ka ato kremozitetin e qumshit, vjen më e freskët për temperaturat e larta. Gjithashtu kemi shije të ndryshme për fëmijë, në arome çumçakize dhe ngjyra tërheqëse për fëmijët. Tonë të thuash akullore dhe ata në rregull janë, se kanë fare problemin e shijes, po? Gjithashtu tu plotësojmë një gamë të ndryshme me shije akullore, duke futur këto shije që na kthejnë nostalgji, gjithashtu edhe shijet e frutave të stinës, normalisht të gjitha. Shija e luleshtrydheve, që shihet. Luleshtrydheve, frutave të pyet, drellca, domethënë kemi shijet e bostanit, kemi shijen e shaqirit, kemi shijen e çfarë janë fruta stina, shije banane, shije kivi, gjitha duke bërë me fruta të freskëta. A është e rëndësishme apo ju, si shef kuzhine, e sugjeroni ndonjëherë edhe kombinimin e duhur të shijeve, sepse ka persona që u shkojnë në porosin dhe thonë, ok, një akullore, po themu me fruta pylli, pastaj e fusin edhe me karamele, nuk e di, bëjnë pak... Patjetër edhe kombinimet... Pak konfuze edhe vetën e vetë kur e konsumojnë akullore. Patjetër, ne kemi edhe shijen e kosit, që është një shije shumë e mirë, shija e kosit. Shija e kosit shkon me të gjitha frutat, mund ta përgatisim me çdo lloj fruti, është shije shumë e këndshme. Edhe kos, fruta dhe një top, po themi karamel salat ose karameli kripur, karamele zana, është një shije perfekt, një kombinim perfekt domethënë. Unë jam kurioze të dim nëse ne mund ta përgatisim apo jo akullore në kushtet e shtëpisë, për të qenë nga ana tjetër edhe më të sigurt nga ato që mund të konsumojmë, sepse dua të di edhe dallimin një akullore e freskët nga një akullore që nuk është e freskët, pra mund të jetë se djeshmja e pardjeshme varet se ku ne shkojmë edhe e blejmë. A mund ta përgatisim apo jo? Atëherë në kushtet e shtëpisë patjetër që mund ta përgatisim, me pak mund, sepse akullorea do edhe ajo kohën e vet që të përgatitet. Përgatitet edhe në kushtet e shtëpisë duke pasur një sasi akulli, duke pasur një tenxhere metalike që mban të ftohtit. Në ato tenxhere që kemi zakonisht për të gatuar gjellët. Në fakt duhet një tenxhere qeliku. Kjo është specifika. Pjesa tenxhere qeliku, sepse ajo e mban shumë ftohtin. Dhe pastaj E dija që zonja dhe kuriozoheshin, ndaj edhe realizova pyetjen? Dhe duke pasur produktet që ne duhet zgjedhim për ta bërë një shije. E vështirë, në sa minuta mund të realizohet? Atë nuk mund të themi minuta, mund të themi orë. Po, sepse ka pjesën e qëndrimit frigorifer. Ka pjesën e trazimit, sepse ne mundohemi të bëjmë një akullore kremoze dhe jo me kristale akulli. Kjo është e vështirë akullore, sepse në çdo gjysmore do trazohet për të mos krijuar kristalet e akullit dhe të jetë sa më kremoze. Do një dorë të fortë si ballokumet apo mund të përdorim edhe mikserin, blenderin? Nuk ka nevojë sepse masa është e lëngshme dhe me një tel rrapse vezësh trazohet kollaj. Okej, mirë. Do të tregojmë edhe një sekret tjetër përveç tenxheres metalike, po prej çeliku, po gjithashtu edhe akullit në sasi të konsiderueshme që duhet kemi në shtëpi, çfarë tjetër duhet kemi për të përgatitur akulloren, po si thua të shohim fillimisht një recetë. Janë 3 recetat përgatitura nga Iva, shohim të parën për të kuptuar një shije të veçantë dhe ndryshe të akullores. Akullore me arra. Përbërësit për të përgatitur akullore nevojiten 340 gram qumësht, 60 gram pana për ëmbëlsira, 80 gram sheqer, 1 e verdh veze, 50 deri në 60 gram arra të shtypura mirë. Përziejmë mirë vezën, sheqerin dhe qumshtin në mikser. Masën e përftuar e vendosim në zjarr. Me termometër kuzhine, masin temperaturën në sopë dhe kur ajo të arrijë 83 gradë Celsius, e fikim zjarrin dhe e përziejmë sërish masën në mikser duke i hedhur edhe panën. E ftohim në banjo mari me ujë e akull për t'i vendosur në fund arrat e shtypura. Vazhdojmë ta përziejmë derisa të ftohet plotësisht.
Her pas here mund ta përziejmë në mikser edhe gjatë kohës që është në frigorifer që të përftohet masa e duhur. Ju bëf të mirë. Akullore me 4 përbërës. Përbërësit: 1 litër qumësht, 220 gram sheqer, 100 gram lidhës, 100 gram pana për ëmbëlsira. Përgatitja e akullores kërkon që procesi të kryhet në një tenxhere prej çeliku. Të gjithë përbërësit bashkojeni dhe trazojeni së bashku. Vazhdoni të trazoni në enën me akull derisa të vëreni se masa është bërë kompakte. Më pas e lini të pushoj, por duke e trazuar çdo 30 minuta për 3 orë. Pasi të keni përfunduar procesin, tenxherën e vendosni për të paktën 6 orë në ngrirje. Ju bëf të mirë. Mirë, keni ndjekur këtë recet interesante të akullores dhe e lava të bisedën. Çfarë duhet kemi tjetër në shtëpi për ta përgatitur akulloren, Klod? Mund të themi një recet shumë e thjeshtë me 4 përbërës, që kemi 1 litër qumësht, kutije, kemi 220 gram sheqer, 100 gram lidhës, total bazë, dhe 100 gram pana, ëmbëlsirash. Me këto 4 produkte ne mund të bëjmë një akullore në kushtet e shtëpisë. Përgatitja është me tenxherën metalike që u thash prej çeliku, me një sasi akulli, tenxhera gjithmonë të vendosur brenda në akull. Marrim të gjithë të 4 produktet, i përzijem bashkë, i trajzojmë mirë në mënyrë që sheqeri të shkrihet dhe baza lidhësi të bëhet një trup me qumshtin. E marrim bazën, e hedhim në tenxherën metalike dhe fillojmë të trazojmë me ngadalë. Kjo gjë do të bëhet çdo gjysmë ore për 3 orë me radhë. 6 herë do me 6 herë. Llogarita. Pastaj, në momentin që ne kemi mbaruar 6 herë të trazuar çdo gjysmë ore, duhet ta lëmë minimumi për 6 orë në frigorifer ngrirës. Në frigorifer ngrirës. E mira është që ta lëmë një natë, tër natën dhe ta konsumojmë të nesër. Nëse rezistojmë dot. Dhe nuk i tregojmë fëmijëve që kemi përgatitur sot akullore, se ata kanë qenë në kopësht, në çardhe, në shkollë, nuk e dim. Po, si mund të dallojmë, Klod, kur akulloria është e freskët dhe kur nuk është? Tani mund të themi që akulloria është kur është në gjendje të ngrirë, kur ruhet mirë, në kushte të mira, mund të themi që është e freskët, sepse momentin që akulloria ka ngrirë, ajo nuk e ndryshon ngjyrën e vet, e mban ngjyrën njësoj siç ka dalë nga makineria e akullores. Në momentin që akulloria ndryshon ngjyrë apo zën një cip nga lart, aty dallon që akulloria është ndenjur dhe jo e ruajtur mirë. Është ruajtur në kushtet jo të mira. Kjo është e gjitha, domethënë. E kuptova. Më the pak më parë se ty në transmetim të drejtë për drejtë që një sekret tjetër i akullores ishte tek ajo lidhësja që përdorin apo jo? Është një produkt. Lidhësi është një produkt për t'i bërë punët më të thjeshta, për ta bërë përgatitjen më të thjeshtë. Ndërkohë që mos përdorim të verdha vezësh, mielin apo niseshten, kjo gjë domethënë ka dalë është një përbërës i gatshëm, që vjen gjysmë i gatshëm, që vjen për të shpejtuar punën çdo personi që merret me prodhimin e akullores, lidhësi. Jo të gjithë përdorin ato që është i përshtatshëm, po ne si qytetar të thjeshtë edhe si shijues nuk mund ta dallojmë dot. Pra nuk mund ta bëjmë dot diferencën apo jo. Nuk mund ta bëjmë dot diferencën, thjesht vetëm nga ngjyra mund ta bëjmë diferencën akullores, domethënë. Thjesht nga ndryshuar ngjyrën dhe duket që akullore nuk është e freskët. Është normale në momentin që marrim tasat me akullore, i ruajmë në shtëpi, i vendosim fillimisht në frigorifer, pastaj ne nxjerrim, konsumojmë pak, e vendosim prap. Kjo gjë është normale. Kjo gjë është normale. Për të mbajtur një akullore sa më të freskët dhe sa më të mirë, kjo gjë duhet bërë në çdo vitrinë akullore që shohim nëpër dyqane, në shitsi apo personi që merret me akulloren, çdo darkë duhet ta heqë akulloren nga vitrina dhe ta vendosi në ngrirje të paktën -20. Tjetë akullore ngrirje. Dhe pastaj të nesmen ta vazhdoj ta nxjerrë pranë vitrinë në temperaturën -14, që është e gatshme për të konsumuar. Nëse kjo gjë bëhet rregullisht çdo ditë, atëherë akulloren themi që e kemi në një gjendje të freskët. Pra nuk ka problem. Deri në sa kohë mund të rezistojë një akullore? Për ta konsumuar ne, edhe me këto hyrje daljet nga frigoriferi. Atëherë, hyrje daljet nga frigoriferi, them në kushtet e shtëpisë, mund të marrim shumë pak dhe nuk është se do zgjasë shumë, por nëse ne nuk e nxjerrim shpesh, akulloren mund ta marrim gati dhe një javë brenda ngrirje, nuk e gjen gjë, nuk e gjen gjë. Është surprizuese kjo përgjigje sepse unë pretendoja deri në 2 ditë maksimumi. Jo, nuk e gjen gjë, nuk e gjen gjë. Cilat janë ato produkte përbërës të akullores që e bëjnë atë sa më të ushqyeshme?
këtu ndalem edhe tek fëmijët, pastaj që prindërit e kanë me merak të konsumojnë diçka që është e shëndetshme, e mirë. Tani, e rëndësishme është që në akullore ne të përdorim gjithmonë produkte të kontrolluara. Përdorim qumshin që është i pasterizuar, jo qumësh do si do që mund të marrim në për rruga, apo ku ta di unë, tjetë qumësh i pasterizuar, tjenë produkte lidhësat akullore, sepse sot përdorin disa lidhësa që në fund të drejtën nuk ja sugjeroj asnjërit të përdoret ato lidhësash, që janë me gramaturë shumë të vogël, po që janë shumë të dëmshme. Për efekt përfitimi financiar. Për efekt posto i përdorin lidhësat e lirë që për mua nuk janë të këshillueshme. Do të përdorim panën shtazore, që është pana nga qumshti natyral, jo pana bimore, nga yndyrnat bimore, dhe proteinat. Mund të përdorim dhe pak qumësh pluhur që është me proteina, sepse e ndihmon dhe strukturën akullore të mirë edhe për jetëgjatësinë. Ndërsa ato që kemi vetëm në dorë për zgjedhjen e shijes, se thotë duhet të zgjedhim akullore me fruta të thata, me fruta të freskëta, të shmangim kakaon, çokoladën, apo çfarë sugjeron? Po themi që çokoladën nuk kemi pse shmangim, sepse çokoladën mund ta bëjmë me kakao, kështu që është një gjë shumë normale. Më shumë jemi te shijet e frutave, sepse edhe shija është më origjinale e frutave, ato që e bën me ujë dhe jo ato që e bën me qumësh, sepse përdorin vetëm pastën, ato që përdorin me qumësh. Dhe janë këto shije të reja që unë thash, shija e karamelit të kripur, sepse kjo është një shije e gatshme që bëhet shumë shpejt, shumë kollaj, dhe kjo na kthen mbrapa në kohë me shijet. Kjo është një shije shumë e veçantë. Zakonisht me çfarë sugjerohet nga shefa kuzhine që të shoqërohet akulloria për sa i takon pijeve? Nëse mund vendosim fokusin dhe atje, se kur ke një akullore përpara... Te pijet mund ta përzgjedhë çdo njeri, mund të them që akulloren mund ta shoqërojmë dhe me ëmbëlsira të ndryshme. E boz ka qenë dikur, po sot sikur është harruar. Sot e bën milkshake në për bare të ndryshme, përdorim me lëngje frutash të kombinuara, domethënë. Po që mund të themi që akulloren e kombinojmë shumë mirë dhe me ëmbëlsirat tona tradicionale. Po, në torta, nuk e di, a përdoret apo jo akulloria si pjesë përbërëse e tyre, të paktën të këto tortat e akullit, që në verë, ata që kanë ditëlindjen? Kemi torta akullore, torta akulli që e bëm vetëm akullore. Thjesht ajo do të ruhet në temperatura -18, sepse ndryshe na shkrin dhe na bëhet... Edhe s'ka më kuptim pastaj që ishte tortë, nuk mund vendosim dot qërin. Të mirë, të shohim edhe atë recetën e fundit, 2 kemi ndjekur, shohim dhe të tretën, dhe pas pak rikthehemi sërish për të mbyllur programin, po edhe bisedën me Klodin këtu. Akullore me rikota dhe dardha. Përbërësit: 340 gram qumësht, 120 gram pana për ëmbëlsira, 80 gram rikota, 70 gram sheqer, 15 gram mjaltë gështenjash. Për reçelin nevojiten 2 dardha, 4 lugë sheqer kap, 2 lugë gelatin, 8 lugë ujë, 1 lugë raki, sipas dëshirës, çokoladë zeze grirë, 30 deri në 40 gram. Përgatitja: vendosim në zjarr dardhët duke i përzierë her pas here e duke i hedhur ujë derisa të arrijmë trashësinë që duam. Pasi kemi arritur masën që dëshirojmë, hedhim rakin e vendosim reçelin më njanë që të ftohet plotësisht. Përgatitja e akullores është shumë e thjeshtë. Të gjithë përbërësit punohen në mikser derisa mjalti dhe sheqeri të shkrijnë. Masën e vendosim në frigorifer për disa orë derisa të përftojmë trashësinë e duhur. Kur gjithçka është gati, vendosim akulloren në përkupa. Sipër hedhim reçelin dhe çokoladën e grirë. Ju bëf të mirë. Receta e tretë për të gjithë ju zonja që e keni mësuar mënyrën se si mund të përgatisim në kushtet e shtëpisë akullore, po pastaj të shtojmë edhe këto ingredient të përbërës që tregoheshin shumë qartë në materialin e përgatitur. Kjo të pyes, ne tham për tortat, megjithatë ka edhe ëmbëlsira tradicionale shqiptare që mund të shoqërohen me akullore. Cilat janë disa prej tyre? Po patjetër, në të gjitha ëmbëlsirat tona tradicionale, duke përmendur kadaifin, baklavan, kompekaj, sheqerparen. Në të gjitha këto ëmbëlsira mund ta shoqërojmë me akullore në sezonin e beharit, se nuk këshillohet shumë ëmbëlsira me sherbet o ëmbëlsira rënd në kohën e beharit. Po, domethënë të minimizojmë pak sasinë e konsumit të tyre duke shoqëruar me akullore. Momentin që ne shoqërojmë me akullore, ajo t'jep një freski shumë të veçantë dhe është shumë e shijshme dhe po bëhet një nga ëmbëlsirat më të preferuar nëpër restorante
dhe në për bar pasiceri dhe më thonë. Është një kombinim shumë i deri në cilën shije mund të guxojmë, ndërkohë që kemi një thelb baklava, çfarë mund të marrim? Akullore vetëm me vanilje apo do ishte? Mund ta marrim një baklava dhe një akullore me shije kosi për shembull, ose me shijen e kosi kudo hyn. Ajo shije. Ose është pak i aftë edhe vërtet e balancon. Mund ta përdorim me një shije të frutave të pyllit. Shumë e shijshme edhe kjo. Kadayif me fruta pyllit. Kisha menduar ndonjëherë, po ndoshta do ishte mirë ta provoj. Edhe kjo është shumë e kombinueshme dhe e freskët për sezonin, domethënë. Pa llogaritur pastaj që kemi ëmbëlsira të ndryshme siç është kekët të ndryshëm. Sufleja me çokoladë shoqërohet zakonisht me akullore. Shumë e preferuar. Ashtu vjen e servitur, edhe se kur ti të përsërish sufle, në mes të dimrit vjen edhe kupa me akullore. Akullore, po patjetër. Kemi edhe një burger gel. Më thamë një hamburger me akullore brenda. Është burger gel, kemi një bukë e ëmbël, dhe bërë me qumë, është jo me ujë, e shoqëruar me pak reçel të frutave, çfarë do lloj reçeli, edhe me një top akullore brenda mund të shijosh një burger gel shumë të shijshëm. Është nga shumë e lezetshme për mëngjesin, me got me qumë është pastaj. Po duke qenë dhe buka e ngrohtë, akullore e ftohtë dhe është një kombinim perfekt. Perfekte. Mund ta gjejmë ne këtu në kryeqytet? Po. Në disa restorante dhe bare po, me gjejmë. Në restorante. Akullore për diabetikët. Janë persona të cilët duhet i thënë stop sheqerit për shkak të sëmundjes kronike që ata përballen çdo ditë. A ka zgjidhje për ta apo jo? Zgjidhje për diabetikët është menduar që kemi bërë dhe akullore me qumshin e sojës, duke përdorur sheqerin diabetik dhe duke përdorur një lidhës që është pa gluten. Këto janë futur në Shqipëri, paktën ne kemi bërë shijet akullore në për disa bare, jo të gjitha e kanë, dhe është një zgjidhje e mirë për njerëzit që kanë probleme me diabetin. Është bërë dhe kjo me qumshin e sojës, domethënë. Qumshin e sojës e bëjmë akullorën për diabetik. Një nga, unë po e quaj aksesore të shoqërues të akullores, zakonisht ka qenë kaushi. Pra dhe thoshin po porosis akullore me kaush, kohët e fundit sikur i ka ikur lezeti edhe njerëzit po preferojnë këto akulloret në gota, në kupa e tjera. E sugjeron Klodi si shef kuzhine? Po patjetër, edhe në kupa normalisht shërbehet. Vetëm kupa duhet të jenë jo plastike, të jenë kupa kartoni, kupa profesionale për këtë punë. Jo me gota, çfarë do lloj gote plastike që mund të marrin dhe e shoqërojnë, nuk është e këshillueshme. Janë gotat që janë fiks për atë punë, gotat e kartonit për akullore. Te këto gotat na vjen e servitur një akullore, sidomos kur shkojmë në pastiçeri, një akullore e cila sipër saj përpos përbërësve që ka edhe shurupra të frutave, po ka edhe fruta të freskëta, po ka shumë gjëra, shumë element shtesë. Ja vlejnë apo na e prishin lezetin e akullores? Këto ja shtojnë shijen e akullores normalisht. Këto pjesë të shtesë ja shtojnë shijen e akullores dhe japin një shije më të këndshme, edhe varet si e kombinon dhe njeriu, si e kërkon, domethënë, shijen. Shijen e luleshtrydhës me çfarë do ta kombinojë, shijen e karamelën me çfarë do ta kombinojë. Domethënë këto ja shtojnë shijen akullores. Kështu që janë mirë që përdoren edhe neve pastaj zgjedhim në bazë të preferencave. Deri në sa herë e tham që nuk ka, përderisa ne e pëlqejmë si shije edhe të konsumojmë sa të duam, po deri në sa herë në ditë mund të konsumojmë akullore lehtësisht, Klodi? Mund të them sa herë që njeriu ka nevojë ta provojë, le ta provojë, sepse nuk e gjen gjë. Po ti je i sigurt pastaj në ato vendin që ka zgjedhur për ta marrë dhe për ta konsumuar akulloren? Thjesht, po patjetër, thjesht duhet gjerë, domethënë, vendin ku do ta haj akulloren. Vendin e përshtatshëm, sepse jo të gjitha kanë akulloren e shijshme. Qartë, unë të falenderoj që ishe me mua në studio. Ishte kënaqësi një bisedë e ëmbël si akulloria sot për ta mbyllur edhe programin Vizioni i Pasdites. Faleminderit që dashur që na keni ndjekur. Faleminderit Wikipendium që gjendet tek Mysh Kulturë dhe mundson veshjen time. Bashkë takohemi nesër. Deri atëherë, kalofshi kot mrekullueshme. Mirupafshim.